Emër kur dashi, një atmosferë mirë sjell më shumë qetësi në marrëdhënie. Merrni iniciativën aty ku të tjerët hezitojnë. Demi, energjia e ditës sjell një ide të re në punë. Një bisedë romantike mund t'ju afrojë më shumë. Binjakët, sot mund të ndjeni një surprizë dhe dashuri. Mos e lini një pagesë ose detyrim për në fund. Gaforja, një atmosferë mirë sjell një ide të re në punë. Shmangni debatet për çështje të vogla. Luani, sot mbizotëron më shumë qetësi në marrëdhënie. Vetbesimi ju ndihmon të tërhiqni vëmendjen e duhur. Ygjëresha, sot mund të ndjeni një mundësi për të rregulluar një keqkuptim. Beqarët mund të kenë njohje interesante. Peshorja, sot ju shtyn drejt një ndryshimi të vogël në plane. Në punë si me hapa të sigurt. Akrepi, kjo është një ditë për një ide të re në punë. Vendosni kufi aty ku është e nevojshme. Shqyrtari, një atmosferë mirë si një ditë më sociale se zakonisht. Mos premtoni më shumë nga sa mund të realizoni. Biciapi, sot mund të ndjeni një hap të vogël në financa. Në marrëdhënie mos lini vend për keqkuptime. Ujori, një atmosferë mirë sjell mundësi për të rregulluar një keqkuptim. Puna kërkon përqendrim, por rezultati do t'ju kënaqë. Peshqit, rita sjell një ide të re në punë. Një bisedë e sinqertë do t'ju bëjë mirë. Ju pëlqeu kjo video? Atëherë bashkohuni me ne. Na ndiqni në Instagram, Facebook dhe TikTok dhe bëni subscribe në YouTube. Klikoni like dhe share dhe aktivizoni njoftimet për të mos humbur asnjë video të re. Faleminderit për mbështetjen.